Përshëndetje të dashur televizionistë, ne sot jemi së bashku në një eksperiencë të veçantë pak ndryshe. Çfarë do thoni? Siç e shikoni, unë jam në një ambient komplet ndryshe nga herët e tjera. Shikojmë shumë bicikleta këtu pas meje dhe e bukur është që ne sot do pedalojmë. Do fillojmë të praktikojmë një sport të ri. E dini që unë kam shumë qejf sportet, por këtë sportin nuk e kisha praktikuar më përpara. E dini se çfarë është rhythm cycling ose pedalim ritmik, e thon shqip. Besoj se nuk e dini, po as unë nuk e dija. Do e mësoj sot së bashku me Iris Hoxha, e cila është instruktore. Përshëndetje. Përshëndetje. Tek kënaqësi që jemi sot së bashku. Kënaqësi që ju kemi këtu. Unë jam shumë e lumtur sot sepse po shikoj kaq shumë bicikleta dhe po më duket shumë interesante kjo eksperjenca e rhythm cycling. Çfarë është saktësisht pedalimi ritmik? Ajo çfarë bëjmë ne këtu është që ne ofrojmë një eksperiencë që është ndryshe nga të tjerat. Me siguri keni dëgjuar për kardio, që është pjesë e disiplinave në të ndryshme të aktivitetit fizik. Ne bëjmë high intensity cardio, pra me intensitet të lartë për 45 minuta, po duke patur muzikën që na faciliton në të njëjtën kohë, pra ne ndjekim ritmin në biçikletë sipas muzikës, ndërkohë që jemi te kjo salla errët me 40 biçikletat dhe me dritat që ndryshojnë në varësi të muzikës. Cilat janë gjërat që duhet të di një person i cili është fillestar për sa i përket këtij sporti? Dhe ja ku e ke rastin më të mirë, këtë dhe unë. Gjëja e parë dhe më e rëndësishme shumë që ke marrë hapin e parë. Ne kemi shumë njerëz që intimidohen kur shikojnë video në internet. Nga kjo, është shumë e rëndësishme që të kuptosh dhe të vish dhe ta provosh një klasë. Ne tregojmë shumë kujdes për njerëzit që vinë për herë të parë, duke qenë që ky është aktivitet shumë i ri në Shqipëri. Përpiqemi që me çdo njeri para klase të marrim kohën tonë për t'i shpjeguar si funksionon bicikleta dhe çfarë të pret ty në 45 minutat e radhës. Që kështu nëse mund të vish të pozicionohesh me mua këtu. Kjo është bicikleta që më pëlqen mua t'i them your baby for the next 45 minutes. Që kështu duhet ta me kujdes. Ti do jesh e pozicionuar në shalë në momentet e caktuara, ne jemi jashtë dhe ulur në shalë në momentet të ndryshme. Bicikleta gjithmonë rregullohet në varësi të trupit të personit, pasi çdo trup është ndryshe, që do të thotë, lartësia e shalës është gjithmonë kocka jote e legenit. Pra ti qëndron anash saj, për mua, ti duhet të qëndrosh anash, lirohet te kjo pjesa e poshtme, në momentin që lirohet të krijon mundësinë që ta ngresh dhe duhet ta kuptosh pak ti vetëm me dorë. Okej, besoj do të jetë pak më poshtë. Nëse është pak më poshtë, e ulë. Atëherë besoj është fiks, po. Super. Ky është hapi jot i parë. Sigurohemi që e shtrëngojmë këtë pjesën e poshtme që mos lëvizi gjatë klasës dhe që të kemi siguri në biçikletë. Hapi i radhës është që distanca midis shalës dhe pjesës së timonit është gjatësia jote para krahut, që do të thotë vendoset para krahut siç e kam unë tani, nëse mund ta bësh për mua, mbahet dora drejt, e shtym pak, e shtrëngoj në të njëjtën kohë, po nuk quhet në këtë rast. Okej. Dhe përveç kësaj, gjithmonë pjesa e sediljes është gjithmonë sipër pjesës së shalës së biçikletës, me qëllimin që në momentin që bëjmë ushtrimet, të kujdesemi për kurrizin dhe për mesin, që mos jemi të përkulur. Ideja është që duhet mbajtur një shpinë sa më neutrale, pra jo shumë e korruzur, jo shumë e kontraktuar në të njëjtën kohë. Ne përdorim shumë ushtrime të cilat janë për pjesën e barkut, që kështu timoni duhet të jetë i pozicionuar në mënyrë të tillë që ti kur bën një lëvizje, ti kesh muskujt e barkut të kontraktuar. Gjëja që më bëri më shumë përshtypje ishte që në momentin që erdha këtu, gjëja e parë që më ishte që duhet të ndroj atletët, duhet të ndroj kapucat. Pse? Nëse ul kokën poshtë, shikoj që ne kemi këto pedalet. Ideja është e tillë, në mënyrë që duke qenë që ne pedalojmë sipas ritmit me muzika të ndryshme, është e rëndësishme që këmba të jetë e inkanstruar në pedale. Kjo është për tepër për çështje sigurie. Nëse ti të dyja këmbët i ke të vendosura, rrit sigurinë e trupit, në të njëjtën kohë ndihmon edhe me konfidencën, sepse ti në një farë mënyre je i vendosur, i lidhur në thonjza, nuk do thoja, po nuk bën të mundur që këmba jote mos të lëvizë sa majtas dhe djathtas dhe të ndihmon në posturën që ti do mbash të trupit. Për këtë arsye janë këpucat. Okej, perfekt. Atëherë në biçikletën besoj e kemi gati. E kemi gati. Ti je gati që të hypësh në biçikletë dhe unë do të rregulloj dhe vendosin e këmbëve. Okej, atëherë si është mënyra e duhur që unë të hyj në biçikletë? Si duhet të hyj në? Ky është freni jot, pra si një fren makine, stopi në momentin që është shtyp, bën të mundur që pedalet mos lëvizin. I jep stopin e mban shtypur, vendos njërin këmbë, ti jep vetes një push lart. Super, kjo ishte. Tani ti do bësh diçka për mua, do ta mbash stopin shtypur, do më lësh këmbët mua të lira për herën tënde të parë. Me kalimin e kohës, mësohet që ti vendosësh këmbët vet në biçikletë, sot po ti vendos unë. Tani ne u vendosëm vetë pjesa e biçikletës, unë e kisha marrë me shumë lehtësi, thash shikotar se biçikleta është një xhiro kështu normale siç jemi mësuar ne, por jo realisht mësova shumë gjëra të reja që as nuk e dija që ekzistonin dhe do i përkisnin këtij sporti.
Zakonisht, individët që vinë për të marrë me këtë sport, vinë sepse ja u sugjeron dikush, e kanë parë diku, apo thjesht i duket kështu një eksperiencë interesante si unë edhe okay, do shkoj të bëj dëgjor me bicikletë. Në fakt nuk do ndaj asnjë ato që the ti. Ne kemi njerëz për herë të parë që vinë nga variante të ndryshme. Ka njerëz që kanë dëgjuar nga shokët edhe vinë këtu dhe i ka referuar dikush, ka njerëz që na kanë parë në Instagram edhe në rrjetet sociale, ka njerëz që thjesht kalojnë nga rruga, e shikojnë, vinë pyesin, ne ja shpjegojmë dhe vinë, dhe kurioziteti është një prej tyre, pra i kemi të gjithë variantet që përmendëm më përpara. Cilat janë ato mosha që i drejtohen këtyre klasave, këtyre grupimeve? Programi që ne kemi në fakt është i përshtatshëm për gjitha moshat. Ne kemi klientë të cilët janë adoleshent, pak më të rritur, e them këtë jo se kanë ndonjë gjë specifike, po mbi 16 vjeç me qëllimin që ti të kesh mundësinë për shkollimimin e gjymtyrëve dhe të kesh kujdesin e duhur me trupin tënd, që të kesh mundësinë ta zhvillosh klasën, po kemi pasur edhe njerëz nga 60 e diçka 70 vjeç që me ritmin e tyre prap nga që energjia në klasë është shumë e mirë, vetëm për energjisë kanë ardhur dhe i ndjekin klasat. Cilat mund jenë disa nga përfitimet shëndetësore që merr në momentin që një individ vendos të merret pikërisht me këtë sport? Me pedalimin ritmik. Ne, në fakt, këtë do desha të ndaja në dy koncepte, se përveç pjesës fizike ne merremi shumë me pjesën mendore dhe është gjëja që mendoj që na diferencon nga disiplinat e tjera. Unë kam një shprehje që përdor shumë shpesh në klasë dhe ja them njerëzve, nëse mendja është një vend i mirë, çdo pjesë tjetër e trupit të tëndja do të të ndjeki. Po nëse mendja nuk është një vend i mirë, është shumë vështirë që ta shtysh veten për ta bërë klasën. Ne punojmë shumë me pjesën e mirëqenies mendore, që do të thotë në këto 45 minutat që ne organizojmë programin ton, nuk bëhet fjalë vetëm për aktivitetin fizik, po në të njëjtën kohë është pjesa motivimit, ne kemi edhe një fjalim që e mbajmë në një nga klasat, instruktori që është përballë teje të motivon dhe të flet gjatë gjithë kohës, dhe përveç kësaj sigurisht pastaj për sa i përket pjesës është në fund të ditës përmirësimi i sistemit kardiovaskular, sepse ngelet disiplinë kardioje, ti ndihesh më i fortë, ndihesh më i fuqishëm, del nga klasa me energji shumë të mirë, qoftë nëse do ndjekësh klasat e mëngjesit 7:30 që vjen pak i përgjumur, del gati për ta filluar ditën, po qoftë edhe nëse e ke mbaruar punën në orën 6:30, 7 e të tjerë, në momentin që del nga klasa ndihesh shumë i fortë. A ka individ të cilët kanë një qëllim të caktuar në momentin që dëshirojnë të merren me pedalim ritmik? Vinë vetëm për një qëllim, për të humbur peshë, për të humbur disa kilo të tepërta. Ne bëjmë pak kujdes kur vjen puna tek kjo pjesa e humbjes së kileve. Sigurisht në fund të ditës ngelet aktivitet fizik dhe sigurisht është kardio, që është një disiplinë e cila me konsistencën e duhur, sigurisht që ka përfitimet e veta. Kjo një prej tyre. Unë mendoj që siç thash edhe më përpara, nëse dëshira për ta bërë është aty, të gjitha të tjera të vinë më mbrapa. Sa e rëndësishëm është historiku shëndetësor i një individi, në cilat raste një individ nuk mund të bëhet pjesë e pedalimit ritmik. E mira e disiplinës të pedalimit ritmik është që pavarësisht që është kardio me intensitet shumë të lartë, për sa i përket pjesëve të gjymtyrëve, është low impact, pra është me impakt shumë të lehtëshëm, që do të thotë edhe njerëzit që mund të kenë pasur probleme me gjymtyrët, me gjunjët e tjera, sigurisht është shumë e rëndësishme të diskutohet me personat para klase për të kuptuar nëse ka një historik shëndetësor që është problematik, patjetër duhet komunikuar me mjekun dhe është rekomandimi i mjekut, pra nëse janë probleme madhore. Përtej kësaj, nëse personat që ndjekin klasën e dëgjojnë instruktorin, mbajnë posturën e duhur, sepse postura është shumë e rëndësishme, çdo gjë shkon mirë. Ne marrim kohën tonë para dhe pas klase për të komunikuar me çdo person që vjen këtu, sidomos njerëzit për herë të parë, i pyesim edhe për pjesën e historikut shëndetësor dhe bëjmë të mundur që të gjithë të dalim shëndetërisht shumë mirë nga klasa. Sa rëndësishme është muzika në pedalim ritmik? Nga vetë fjala duhet të ketë ritëm, duhet të ketë muzikë. Muzika është pjesa më e rëndësishme, do thosha unë, në klasës, dhe ajo që në të njëjtën kohë e bën eksperiencën pak më ndryshe nga të tjerat. Ne jemi 6 instruktorë këtu për momentin, gjithë secili ka shijen e vet muzikore, pra kemi liri të plot te kjo pjesë, dhe mendoj që në të njëjtën kohë muzika është ajo që ty të bën të harrosh pak sensin e kohës. Jam shumë kurioze të di se çfarë lloj muzike zakonisht preferoni të përdorni për sa i përket klasave. Kemi parë, le të themi, si shtetit, që kohët e fundit është bërë shumë trend pjesa e muzikës elektronike, tekno, por edhe zhanret të tjerë muzikore. Duke qenë që njerëzit që vinë këtu janë të ndryshëm, edhe instruktorat janë me shije të ndryshme muzikore, që do të thotë ne gjithmonë kur vinë njerëzit për herë të parë, i sugjerojmë që t'i provojnë të gjithë instruktorët që ne kemi këtu, me qëllimin që të bëjnë klik me atë që ndjejnë më mirë veten.
Ka instruktorë që luajnë rock, ka instruktorë që luajnë pop, ka hip-hop, R&B, mua më pëlqen muzika elektronike, jam më tepër gocë technoje, pak house, pak drum and bass, po që janë të gjitha fushat e mbuluara. Pra edhe rocku mund të përfshihet. Pa diskutim. ndonjëherë- Edhe muzika klasike mund të përfshihet. Po populloria. Edhe populloria, po. Ne do ishte shumë interesante. E kemi bërë, nuk mund të them që se kemi bërë, ne bëjmë diçka që quhen theme rides, që janë rajde me tematika të caktuara, dhe në rastet që mund kemi pasur, nuk e di 28, 29 nëntorin, ose ndonjë rajd që ka qenë gjithë me muzikë shqiptare, mund të ketë pasur edhe një këngë popullore. Okej, cili ka qenë impakti që keni marrë? Njerëzit janë kënaqur, domethënë ne në fund ditës jemi shqiptar, na pëlqen ahengu, na pëlqen festa. Kemi parë shumë video që janë bërë virale në rrjetet sociale, ku në shtete të ndryshme të botës është bërë dhe një trend kohët e fundit që po praktikohet pjesa e pedalimit ritmik, por edhe e sporteve të tjera nëpër klabe, nëpër ambiente, le të themi që zhvillohen party. Të bëhet një ndërthurje e partit me le të themi me përfitimet e anës shëndetësore që ti merr nga stërvitja. Kemi parë që dhe ju e keni zhvilluar këtë në Shqipëri, në një nga klubet më në zët momentit, dhe jam shumë kurioze të di se si u prit nga të gjithë individët që janë pjesë e këtij sporti. Ishte shumë ndryshe, ishte eksperiencë shumë e paharrueshme. Sigurisht kishte ato vështirësitë e veta sepse është ndryshe nga të qenurit këtu brenda. Njerëzit ishin shumë të emocionuar, ishin me energji shumë të mirë, me zor e kam pritur me thënë drejtën, dhe në të njëjtën kohë bëri bujë shumë të madhe. Ishte shumë bukur. Flasim pak për eksperiencën tënde, pse ishte pikërisht kjo zgjedhje? Në fakt, me thënë drejtën, kjo është zgjedhje shumë rastësishme, se kjo nuk është karriera ime, nuk është profesioni im. Unë kam mbaruar studimet për arkitekturë. Kam punuar për 9 vite të jetës time në arkitekturë. Në një ditë të caktuar nuk vi nga një background sportiv, pra nuk isha person palestrash, nuk isha person i vrapit, sigurisht isha ushtruar më përpara, gjëra personale. Një ditë kam futur këmbën këtu në studio, kam bërë klasën time të parë dhe kam kuptuar që realisht më ka ndryshuar jeta. Në momentin që e pash që çdo ditë që kalonte, ndihesha më mirë, ndihesha më fuqishme, dilja nga klasa shumë e çliruar dhe shikoja impaktin që kishte gjithë klasa në vetvete, duke qenë që ne jemi 40 veta të gjithë në të njëjtën ritëm, është shumë bukur të jesh pjesë e një gjëje më të madhe se çepret. Vendosa që ta lë karrierën time si arkitekte dhe të bëhem instruktor. Si ishte reagimi i familjarëve tuaj, i miqve tuaj, në momentin që i the që do lësh profesionin për cilin ti kishe punuar për vite e vite me radhë, për të marrë me pedalimin ritmik, një gjë komplet tjetër, një gjë komplet e re. Si e pritën këtë idenë tënde? Normalisht reagimi i parë i tyre ishin shumë të shokuar, me thënë drejtën, nuk do gënjej. Prindrit e mi më kanë shtruar shumë që ta bëja arkitekturën gjatë kohës që kam qenë studente, dhe kur ja shpjegova në fillim fare, duke qenë se dhe ata nuk e njohin si disiplinë, qartësisht ishin pak të stepur. Në momentin që unë kam sjell timat që të bëj një klasë këtu brenda, që realisht ai ta shikonte çfarë ndodh, kur ka dalë nga klasa më ka thënë, nuk e kuptoj, po e kuptoj. Kam pasur suport nga shoqëria, patjetër, edhe një pjesë shumë të madhe që më kanë shtyrë sepse i kanë folur kaq shumë dhe me kaq shumë pasion për çfarë bëjmë ne këtu dhe për Sun Ride-in, saqë në një pikë ishin kështu bënte sens që ti do e bëje këtë lëvizjen. Ishte kështu si thirrje. Ishte një vendim që ti e more brenda ditës apo të desh pak kohë që ti ta kuptoje me veten tënde që realisht kjo është ajo që ti do? Jo, nuk ishte vendim që erdhi brenda ditës. Unë e dua shumë profesionin që kam pasur përpara arkitekturën dhe kam investuar shumë në të njëjtën kohë. Mu desh që ta mendoja gjatë, në momentin që po e kuptoja që e kisha mendjen të ndarë sa nga njëri profesion tek tjetri dhe nuk isha tek asnjëri nga të dy plotësisht, dhe më rinte mendja vazhdimisht te klasat këtu, vendosa që të ndërmirja një hap pak të guximshëm, do thoja, dhe të shkëputesha gradualisht. Cilat kanë qenë, le të themi, vështirësitë më të mëdha që ti ke hasur në fillimet e tua? Ka qenë pjesa e të mësuarit se si të motivosh njerëzit që ke përballë vetes. Në fund të ditës është shumë e rëndësishme të thuhet që dhe instruktorët që janë këtu, për te profesionet janë human. Që do të thotë që vinë me historikun e tyre, vinë me problemet e tyre, jo çdo ditë është e mirë, të gjithë kemi backgroundin ton, po ka një përgjegjësi shumë të madhe mbrapa instruktorit që të ngrej veten dhe klasën që ka përballë dhe të gjithë të jemi pjesë e një gjëje më të madhe. Mendoj që kjo pjesa e motivimit edhe e drejtimit të 40 vetave është
një përgjegjësi që rëndon goxha. Si e motivon ti veten zakonisht? Gjëja që më shtyn më shumë dhe mendoj gjëja më me vlerë që ne kemi këtu është komuniteti. Domethënë, unë ndihem shumë afërt me të gjithë njerëzit që janë këtu, kam bërë shumë shok dhe shoqe në të njëjtën kohë, i ndjej të gjithë shumë afër zemrës time dhe të gjitha bisedat që bëj para dhe pas klasa me ta, në momentet e saktuara janë kjo është arsye pse po e bëj. Dhe gjithmonë më pëlqen të kthehem mbrapa te dita ime e parë dhe të kujtoj si jam ndjer dhe them që është thjesht një ditë e keqe, po kujtoj të gjitha ditët e tjera të mira që kam, po janë njerëzit që më shtyn shumë. Normalisht në përditshmërinë tonë, gjithë secili nga ne ka ato problematikat e veta, gjëra që sa të vogla mbase na ndikojnë në mënyrën se si ne mendojmë, na e prishin atë Terezin deri diku e thëm kështu shqeto fare, problematika qofshin familjare, në marrëdhënie, në punë, apo të gjëra që mbase nuk kanë një peshë aq të madhe, por që mjaftojnë për të prishur humorin, për të luhatur humorin. Sa e rëndësishme është që të gjithë individët në momentin që bëhen pjesë e një klase të pedalimit ritmik, vinë ndryshe dhe dalin ndryshe nga klasa. Dalin të pusqeshur dhe me energji të reja. Ndjesit janë të ndryshme, është shumë overwhelming, me thënë drejtën, nuk e dia ka një fjalë për overwhelming në shqip, po e lëk shumë. Komuniteti këtu është shumë e vlerë dhe është shumë e madh. Unë jam shumë e habitur nga sa shumë njerëz kam afër vetes tani që del edhe për te studios, që nuk është vetëm këtu. Ne dalim, kryejmë aktivitete të ndryshme, ka njerëz që dhe në kohën e tyre të lirë, domethënë marrin kohën që të vita përdor çik studion, të vitit shkoj çik çfarë bën, ose të dielave mund kemi një klasë sot ekstra, edhe pse nuk kanë ardhur për këtë punë. Një pjesë tjetër që do doja t'i më shoja shumë fort është që unë kur u bëra instruktor në fillim nuk e kisha kuptuar impaktin që ti ke tek njerëzit në momentin që del nga klasa. Gjithë i kemi, domethënë, përditshmëria jonë shumë e ngarkuar, të gjithë vrapojmë, të gjithë kemi backgroundin ton historik, kemi problemet tona. Në momentin që futesh te kjo klasa, të bën shumë të kuptosh që çfarëdo gjë që ti je duke kaluar, ka dhe njerëz të tjerë këtu brenda që janë duke kaluar bashkë me ty. Nuk ndihesh asnjëherë vetëm dhe e gjithë e lëvizura në një ritëm të gjithë bashkë të bën të ndihesh që je i përfshirë. Është kjo ndjesia e belonging që ne kemi këtu brenda. Treguam në fillim çfarë duhet kemi parasysh në momentin që do ulemi, po në momentin që vendosat muzika, cilat janë hapet e tjerë që ne fillojmë të ndjekim. Është shumë e rëndësishme që të jemi të fokusuar. Pra, mendja jonë duhet të jetë këtu, duhet të jemi të përshëndruar, të gjitha gjërat që kemi marrë me vete, nuk e di, gjëra nga jashtë, duhet t'i lëmë jashtë derës, jemi këtu për 45 minuta full in. Postura është pjesa jonë më e rëndësishme, që do të thotë, në momentin që jemi të ulur në biçikletë, duart janë të vendosura në cepa, në këtë lloj forme, trupi nuk është i kontraktuar, që do të thotë, nuk jemi të krusur, e mbajmë kraharorin e hapur dhe në të njëjtën kohë nuk kemi shumë të kontraktuar përbrapa, pra sa më natyralisht. Në momentin që çohemi sipër, duart shkojnë te pjesa e lartme e timonit dhe jemi këtu. Pesha qëndron gjithmonë mbrapa, e imagjinojmë veten gjithmonë sikur në një squat position, me qëllimin që ne të punojmë me pjesën mbrapa të këmbëve dhe që mos t'i shkojë pesh gjurit. Nëse ul kokën poshtë, shikoj që kemi një rezistencë, çfarë bën? Ka këngë që janë të shpejta, ka këngë që janë të avashta. Këmbët tona kanë tendencën që të ecin sipas ritmit të tyre. Nëse rezistencën e kthen nga ana djathtë, i jep rëndesë këmbëve, që do të thotë që të mban në ritëm. Nëse e kthen nga ana e majt, është në zero, e humbet këtë rezistencë. E njëjta gjë vlen edhe për levën sipër, bën të njëjtin funksion si rezistenca poshtë. Po shikoj që çdo biçikletë ka dhe disa gjëra të vogla të mbrapa. Dhe doja të dija shumë se për çfarë shërbejnë. Sunrider përveç të qenurit sigurisht që punon shumë me këmbët, ne këtu targetojmë çdo pjesë të trupit, pra it's a full body workout. Që do të thotë janë këngë specifike në të cilat në njërin ne bëjmë pushim nga këmbët dhe punojmë vetëm me pjesën e sipërme të trupit, pra bëjmë ushtrime me gjira dhe është një këngë tjetër e cila koordinon këmbët me gjirat në të njëjtën kohë. Ushtrimet që ne përdorim përgjatë të gjithë klasës bëjnë të mundur që të kapin të gjitha pjesët e trupit. Në fillim të intervistës më thej që zgjat 45 minuta. Gjëja që mua më intereson të ti është se sa herë në javë mund të vi një person të stërvitet për sa i përket këtij sporti. Kjo është shumë e lidhur ngushtësisht me mënyrën e jetesës që ka individi. Ne përgjithsisht përpiqemi të flasim me njerëzit paraprakisht, e para për të kuptuar nëse ata ushtrojnë një lloj tjetër aktiviteti fizik, dhe
ajo çfarë ne sugjerojmë zakonisht e kombinuar dhe me një lloj tjetër aktiviteti që mund të jetë pilates, yoga e të tjerë, një aktivitet i cili është komplementar me kardion, përgjithsisht 2 deri në 3 herë në javë. Mua vetë më ka rrestisur para disa vitesh kur isha më e vogël, marr një biçikletë dhe atë biçikletën do e përdorja për të ikur në punë, për rutinën time dhe gjëja e parë që më tha ishte okay, ke bërë shumë mirë sepse do shmangësh trafikun, do të bëjmë mirë për shëndetin, po vetëm ki kujdes pa këmbët sepse do të bëhen këmbët të ndaja si të burrave me ato muskujt e theksuar. Edhe me të drejtën ti je pak skeptike, fillon edhe të trëmbesh. Realisht kjo është një mit apo funksionon dhe ndodh me të vërtetë kështu? Se unë nuk di të them nga eksperjenca ime se me bicikletën 2 muaj pata eksperiencë. Unë kam qenë viktim vete të bërurit të njëjtës pyetje, kur kam qenë rider në fillim fare. Shiko, sigurisht bicikleta të tonifikon, sigurisht masa muskulare rritet, po të gjitha ato gjërat që ti ke në kokë për të zgjerimin e këmbës, siç e kemi parë në foto, është mit, nuk ndodh. Ti do fuqizohesh, sigurisht këmbët tua do bëhen më të forta, patjetër, përveç pjesës tjetër të trupit, po jo, është mit. Për të gjithë ato individë që po na ndjekin në këto momente, çfarë do të thoje? Pse duhet t'i japin një shans praktikimit të pedalimit ritmik? Si për çdo aktivitet që e ke për herë të parë, njerëzit intimidohen duke qenë që është e panjohur. E vetmja këshill që kam dhe që do thoja është thjesht që duhet vinë ta provojnë, t'i japen një shans. Domethënë kjo është e gjitha, është thjesht ti nuk e di asnjëherë se cilat janë limitet e trupit tënd dhe sa larg mund të shkosh nëse nuk i jap një shans vetes. E qartë, më falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit shumë. Edhe jam shumë e lumtur që arrita të mësoj diçka komplet të re sot. E vetmja gjë që na mbeti të themi është që shihemi në intervistën tjetër me eksperienca të reja, por sot do e mbyllim me kaq. Do e mbyllim me kaq sepse unë do e shfrytëzoj këtë kohën që kam për të bërë sa më shumë qef, për të bërë sa më shumë lëvizje të reja, për të mësuar sa më shumë gjëra të reja dhe mezi po pres për zgjedhjen e këngës.